Vjeni të lutem mos ma prek Lori kafe. Vika era petlla, atë vika era presh. Se jam larë. Për zotin straj. Të vika era petllave, shumë keq. Gabosh. Nuk të rajt, do me të rajt. Ska problem, po sa po kam da nga dushi, u sigurova të vija e Për lartë dhe zotin vjeni era petllave. Ja. Ska gjë. Në rije kësaj. E kujt është kjo? E jotja? Bajer. Është e jotja? Ja, e pranon? Gabosh. Pranoje. Ua, si se pranon gjithë si që. Po pranoje të vërtetën më. Dëgjoj, unë edhe po të vjera petulla, e para njerë nuk e dja e ndjeni, që sot kemi bërë një gjest bamirësie, por një nga... Di më shumë mirë se unë kam një gjuhë shumë mirë nga dera. Super. Po për post sajt, fillimi mbar gjysma punës. Erën vi shumë erë mirë. Edhe sikur vi era preshte edhe era... Po vi era petulla të skuqura. Po ishte koment shakajet më, po, shumë mirë. Nuk shaka, që duhet qesh, koment shakajet? Shumë të madhe. Edhe unë. Edhe për gënjeshtartë. Bravo, edhe për njerëzit tratar. Edhe unë për njerëzit që nuk ndryshojnë kur, prandaj erdha. Pa, ke gabim se unë jam i ndryshuar. Më thuaj. S'kam çmë tan, kjo ishte pjesë reflektimit. Tani doja për me kuptuar se si ke qenë ti këto 24 orë ose 48 orë. Vllai i madh nuk na ka sill këtu për të reflektuar ne, ne ka sill për të kuptuar reflektimin tënd. Reflektimin tëm? Po. Reflektimin tënd që më e pa me gjeste, jo me fjalë. Jo, kështu thoshte Zarfi, ka patur Zarfi thoshte Maj Selin Stenaldo, vllai i madh i ka dhënë Rogertit mundësinë për të patur një takim individualisht me ju, për të patur një diskutim në lidhje me situatat.